Motra është kënaqësi gjithmonë të flasësh para demokratëve. Në fjalimin e fundit janë mërzitur shumë grupe kriminale edhe shumë ata që duhet mërzitesh. Pse janë mërzitur? Sepse regjimit jetojnë me frikë. Dhe demokratët sot e kanë thyer frikën. Demokratët nuk kanë më frikë. Por frikën më të madhe në Shqipëri e ka çuni Kristaqit. E di pse e ka? Sepse ka fshehur të gjithë drejtuesit e qaqeve por që nuk bëjnë asnjë debat televiziv. Është fshehur edhe vetë duke bërë monolog, bën monolog me mikrofon me veten para pasqyrës, sepse ka frikë për ballet. Ja ku e ka doktorin kryetarin e partisë, le dalin debat. Po deshin le dalin me mua, se u kam qef të haj gjallë. Megjithse ai nuk hahet. Ata mund ta haj ky Elbasanit, Mr. Bifteku, po t'i hedhi pak kripin e Nusretit që ka hëngur në Dubai. Na ishte mërzitur dhe një nga intelektualët më të mëdhenj të përmasave botërore, Taulant Balla. Ishte shqetësuar dhe ai për nivelin e bisedës. Tani e kuptoni ju sa qesharak janë? Dhe njëkohësisht sa frikacakja. Pse? Se ka një armat si në studio dikur. Ta e dini të gjithë, ne jemi bio, ne jemi të djathtë me shpirt. Ne e duam përballjen. Edhe ju që dilni merrni vota për çunën e Kristaqit, duhet dini një gjë, që ai e ka në genetik, e ka të trashëguar që i ha shokët e vet. Do t'ju haj edhe juve. Kështu që keni vënë në re që ka edhe një lloj xhelozie ndërmjet dashurisë meje me doktorin, që kam thënë, hajde doktor se të kanë frikë. Doktor, të kanë frikë, doktor. Kështu që çuni Kristaqit mos bëj monolog. Hajde përballu. Mos u mbështet te bandat, po mbështetu tek njerëzit. Dhe ju qytetarë nderuar, dhe ju intelektualë nderuar, të cilët mund të keni mendimet tuaja, duhet shqetësoheni për më shumë se gjysmën e shqiptarëve që është rrugëve të botës. Duhet shqetësoheni se në atentatin e Shkodrës vdiq një nënë e pafajshme. Duhet shqetësoheni që sot në qarqet e Shqipërisë nuk ka njerëz që banojnë. Duhet shqetësoheni për Shqipërinë e cila po kthehet në xhbërin e saj. Duhet shqetësoheni për të vërtetën e madhe. Ju qytetarët e Elbasanit, ju zotënilert e Elbasanit duhet shqetësoheni që qyteti Normales është kthyer në qytetin e narkos. Ju duhet shqetësoheni nga bandat kriminale. Ju duhet shqetësoheni nga banalizimi i shoqërisë. Nuk duhet shqetësoheni nga njerëz të drejtë, nga njerëz të ndershëm dhe emocional. Fitore, fitore dhe vetëm fitore.